Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Ndryshon sërish buxheti. Qeveria rishikon buxhetin e vitit 2025 dhe shton fondet 5.9 miliardë lek për bonusin e fundvitit për pensionistët. Buxheti për vitin 2025 është rishikuar për herë të tretë duke I kushtuar më shumë vëmendje pensionistëve. Qeveria ka miratuar akti normativ I publikuar tashmë dhe në fletoren zyrtare për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Sipas Ministrisë së Financave, pas analizës së performancës 8 mujore të treguesve buxhetor dhe fiskal, u vendos që të bëhet një rishikim I buxhetit për të reflektuar zhvillimet e reja dhe për të harmonizuar parametrat financiar me ecurinë aktuale të ekonomisë. Në total, 21.8 miliard lek janë akomoduar për shpenzime korrente dhe kapitale, përmes rishpërndarjes së kursimeve dhe hapësirave të tjera fiskale. Nga këto, 7.97 miliard lek I dedikohen rritjes së investimeve me financim të brendshëm, me fokus në infrastrukturë, digitalizim dhe projektet publike me prioritet. Po ashtu, buxheti parashikon një fond shtesë prej 5.9 miliard lekësh për bonusin e fundvitit për pensionistët, duke çuar në 9.7 miliard lek fondin total të dedikuar për këtë politikë sociale në vitin 2025. Nga ana tjetër, të ardhurat e përgjithshme pritet të rriten me 12.1 miliard lek, falë të kalimit të ardhurave tatimore, doganore dhe të kontributeve shoqërore. Një ndër elementet kryesorë të këtij akti është ulja e deficitit buxhetor në 61.6 miliard lek ose 2.4% të prodhimit të brendshëm bruto nga 2.6% e parashikuar në buxhetin fillestar. Ministria thekson se kjo ulje lidhet me menaxhimin më të mirë të borxhit publik dhe kushtet më të favorshme të financimit. Përgjysmohet prodhimi I ullirit në Kurjen të Roskovecit, zonë e njohur për kultivimin e kësaj kulture. Fermerët thonë se janë braktisur nga shteti. Sezoni vjeljes së ullirit ka nisur me përgjysmimin e rendimentit në Kurjen të Roskovecit, zonë e njohur për kultivimin e kësaj kulture. Shkak duket se është bërë moti papërshtatshëm në stinën e pranverës, që sipas kultivuesve të ullirit dëmtoi pemët në kohën që lulzonin por dhe thatësirat e zgjatur. Astrita Bedinaj ka 700 rënj ulliri dhe këtë vit parashikon gjysmën e prodhimit krahasuar me një vit më parë. Vitin e kaluar prodhova 230 kuintal ullinj, thot kultivuesi prej 2 dekadash, ndërsa këtë sezon nuk do mund të marrë as gjysmën, ndërsa thekson se është I vetmi fermer në zonë që përdor plera kimik. Kam prej 20 vjetësh që merrem me ullinj. Por si vjet ulliri është I dobët. Unë e krahasoj me vjet, me par vjet. Arsyet nuk e di. Nuk e di kushtet klimatike, temperaturë lartë në behara, por si vjet nuk ka shumë rendimente. Në krahasim me vjet, si vjet është 50% për mos të edhe 7 vjet. Ne jemi në fshat që të gjitha tokat I kemi ber ullinj. Por si vjet është vështirë. 2-3 veta mund të jemi në fshat që bëjmë pak ullinj, të tjerë nuk kanë. Sa arrini ju? Unë vjetë bera 230 kujtal ullinj, 23 ton, 35 kujtal vaj, si vjetë jam të gjysmat. Tani, kur themi 2-3 veta, fshati si vjetë me ullinj që ka nuk jeton dot. Ndërkohë ju subvencionoheni nga shteti? Unë jam me fermë organike. Të gjithë ullinjt unë I mbaj vetëm me ple organik. Krahasimi me të tjerët është shumë lartë, sepse unë nuk u hedh ple kimik. Dhe nga jo nuk kam vuajtur asnjë vit për çitë vajin. Po të bëhen analizat e vajit, vaji Im krahasim me të tjerë dallon. Ndërsa kultivuesit Namik Safedini dhe Aje Duraj thonë se rënja e ndjeshme e prodhimit të këtij viti do të dëmtojë rënd ekonominë familjare, pasi nuk kanë burim tjetër të ardhurash. Madje nuk do mund të përpunojnë vaj as për nevojat e tyre. Ata ankohen dhe për cilësinë e dobët të plerave kimike që vijnë nga jashtë. Shumë dobët. Ca ranshirat, po ranshirat më të në maj rëzon në lulet. Në lulet. E thatësirat dikoj pasëndaj gjatë beharit, edhe ato kokra që mbajten të tëra I rëzon. Vjetë sa prodhim patët dhe sa prisni si vjetë? Vjetë në rreth 200 ullinj, pata mbi 20 kujtal ullinj. Po si vjetë? Që s'pen të tërë. Kurse si vjetë, kur t'i bej 2-3 kujtal, them që I bera. Unë kam 300 drurë që janë prodhim. Dhe nuk bëj dot vajin tim si vjetë. Po kostot e prodhimit? Kosto prodhimit të ulliri ka shumë kosto. Dhe, se ai do frezën, ai do plen organik.
neve edhe ai pleu ullirit që na vjen, ai është vetëm gur. Shteti të kontrolloj plerat që vijnë nga jashtë, që është prej saktë apo është prej gur. Ndërsa çmimi përfundimtar i shitjes së vajit nuk është përcaktuar ende, këtë sezon parashikohet 800 lekë për kilogram, por në mungesë të prodhimit nuk mund t'i gëzojmë këtij çmimi të leverdisshëm, thon kultivuesit. Ekipi i karates Bite Shqipes ka fituar Kupën e Republikës. Bashkia e Lushnjës nuk financon ekipin lushnjar që e prezanton në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ekipi i karates Bite Shqipes që prej shumë vitesh përfaqëson Lushnjën në evente kombëtare e ndërkombëtare ka marrë së fundmi Kupën e Republikës. Ky ekip pas një financim nga Bashkia e Lushnjës, por vetëm me suportin e prindërve të sportistëve dhe ndihmën modeste të Federatës Shqiptare të Karates, merr pjesë rregullisht duke shtuar në arkivën e vet medalje të shumta në kompeticionet brenda dhe jashtë vendit. Pasi kanë bërë të vetën Kupën e Republikës në evenimentin e fundit kombëtar më 11 tetor, ekipi ka marrë edhe shumë medalje të arta në 3 aktivitete gjatë muajit shtator dhe në 3 evenimente ndërkombëtare. Gjysmën e vitit të 2025-s kemi pas goxha gara rajonale dhe Kupën e Republikës së Shqipërisë, ku ishte edhe objektivi jonë për 2025 që ta fitonim, që edhe e fituam. Në Kupën e Republikës së Shqipërisë, ekipi jonë Bite Shqipes, pra nga qyteti Lushnjës, u prezantu me 34 sportistë të gjithë grup moshave, nga 7 deri 35 vjeç, ku arritëm të fitonim 28 medalje, prej të cilave 6 metari, 9 argjendi dhe 3 bronci. Në garën e fundit rajonale, ku morën pjesë 7 shtete, 600 sportistë dhe 45 ekipe, ekipi jonë u prezantu me 5 sportistë, pra te Kupa Art në Maqedoninë e Veriut dhe fitoi 6 medalje, 4 ari dhe 1 argjend dhe 1 bronci. Gjithashtu sportista jonë e talentuar Amanda Dedej zbriti edhe në kategorinë Open, ku gjithashtu fitoi edhe aty. Ndjehemi shumë të kënaqur për punën, për rezultatet. Kemi fituar besimin që gjithë unë, fëmijët, prindrit, gjerasin dhe i falenderoj për mbështetjen e tyre konstante. Kjo mbështetje gjithë të arritet janë në frymëzim që të vazhdojmë akoma më lart. Kampionja e botës Amanda Dedej dhe disa prej atletëve të tjerë që morën medalje kanë synim për medalje të tjera evropiane dhe botërore. Arritën merrshin Kupën e Republikës me 16 medalje ari. Unë mora 2 medalje ari dhe u futa në kategori -54 edhe Open, të cilën arrita të dyja të fitoja. Tani në fillim të nëntorit kemi Ballkanikun në Kroaci, të cilin synoj përsëri të dalë kampion e Ballkani. Kemi dhe vitin tjetër Europianin në Qipro dhe synoj prapë të dalë kampion e Europe. Unë u vlerësova me medaljen e arit në kategorinë 9 vjeç plus 40 kilogram. Unë atje pata në 2 ndeshje, të cili ishte një maqedonc edhe një kosovar. Presidenti Amerikan Trump u shpreh se nuk do një takim të kotë me Putin nëse nuk është i gatshëm për të biseduar për paqen në Ukrainë. Disa orë pasi presidenti Amerikan Trump tha se bisedimet për paqen me Putin janë lënë në pritje, pasi nuk donte një takim të çuar dëm, Kremlini sulmon gjatë natës Ukrainën duke shkaktuar 6 viktima, 2 prej të cilëve fëmijë. Zyrtarët Ukrainas thanë se pas sulmit të Kievit dhe disa qyteteve të tjera, rusët nuk janë gati për paqe. Ngërçi kryesor për të ndaluar luftimet përgjatë vijës aktuale të frontit, sipas Trump, mbetet refuzimi i Moskës. Më herët një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë kishte thënë se nuk kishte plane për një takim Trump-Putin në të ardhmen e afërt, pasi Trump tha të njëjtën se të dy do të zhvillonin bisedime në Budapest brenda 2 javësh. Dallimet kryesore mes propozimeve amerikane dhe ruse për paqe u bën gjithnjë më të qarta këtë javë, duke sinjalizuar se janë shuar shanset për një samit. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në Alaskë në gusht gjatë një samiti të organizuar me nxitim, i cili nuk dha rezultate konkrete. Vendimi i Shtëpisë së Bardhë për të shtyr planet për një takim të dytë Trump-Putin mund të shihet si një përpjekje për të shmangur një skenar tjetër të ngjashëm. Mendoj se rusët donin shumë dhe u bë e qartë për amerikanët se nuk do të ketë marrëveshje për Trumpin në Budapest, tha një diplomat i lartë evropian për Reuters.
Një takim përgatitor mes sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov ishte planifikuar të mbajë këtë javë, por Shtëpia e Bardhë tha se të dy kishin patur një telefonat produktive dhe se takimi nuk ishte më i nevojshëm. Të hënën Trump mbështeti një propozim për armë pushim të pranuar edhe nga Kievi dhe udhëheqësit evropian për të ngrirë konfliktin në vijën aktuale të frontit. Le të ndërpritet lufta kështu siç është. Shkoni në shtëpi, ndaloni së luftuari, ndaloni së vrari njerëz, tha ai. Rusia ka kundërshtuar vazhdimisht ngrirjen e vijës aktuale të kontaktit. Zëdhënësi i Kremlinit, Peskov, tha se ideja u ishte paraqitur rusëve në mënyrë të përsëritur, por se qëndrimi i Rusisë nuk ndryshon, duke ju referuar kombënguljes së Moskës për tërheqjen e plotë të trupave ukrainase nga rajonet lindore. Moska është e interesuar vetëm për paqe afatgjate dhe të qëndrueshme, tha Sergej Lavrov të martën, duke nënkuptuar se ngrirja e vijës së frontit do të përbënte vetëm një armë pushim të përkohshëm. Rikthehet lufta e shfletuesve. ChatGPT sfidon Google Chrome me Atlas. ChatGPT Atlas, një shfletues webi me inteligjencë të fuqishme artificiale i dizajnuar sipas chatbotit të tij të njohur, u njoftua të martën në një lëvizje që mund të zbusë kontrollin afatgjat të Google Chrome mbi tregun global të shfletuesve. Kjo do të thotë që përdoruesi do të jenë në gjendje të hyjë në ChatGPT për të krijuar përmbledhje, për të bërë pyetje dhe për të përfunduar detyra, ndërsa në të njëjtën kohë mund të lundrojnë lirshëm në faqe të tjera interneti. Ne mendojmë se inteligjenca artificiale përfaqëson një mundësi të rrallë një herë në dekadë për të çliruar fuqinë e një shfletuesi, tha CEO i OpenAI, Sam Altman, gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë të martën. Dalja Atlas e vendos OpenAI në konkurrencë të drejtpërdrejtë me rivalët si Google, që prej 2 dekadash dominon tregun global të shfletuesve. Për të paraprirë këtij rivaliteti, Google përfshiu një model të inteligjencës artificiale Gemini brenda shfletuesit të saj Chrome në shtator. Megjithatë, përparësia që ka ChatGPT dhe varianteve të tjera të inteligjencës artificiale e penalizon në këtë pjesë dhe kjo u pa dhe tek aksionet e Alphabet, kompania më me Google që pësojronje me 2% pas publikimit të shfletuesit Atlas. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.